Përfaqësues të institucioneve publike, të shoqërisë civile, medias dhe ekspertë, nderuar kolegë deputet. Ju falenderoj për pranimin në këtë aktivitet të Komisionit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, organizuar në bashkëpunim me dy projektet e mbështetura nga qeveritë mike të Zvicrës dhe Hollandës. Krijimi i këtij komisioni nuk është thjesht një ndryshim strukturor në kuvend. Ai është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të forcuar rolin kushtetues të Parlamentit dhe për ta bërë Parlamentin shqiptar më funksional, më transparent dhe sa më të hapur për qytetarët. Kolegët e mi deputet antarë të këtij komisioni besoj se do t'u japin përgjigje disa çështjeve mbi qëllimin e ngritjes së këtij komisioni, fushën e tij të përgjegjësisë, metodologjinë që i jemi duke ndërtuar në përmbushje të misionit të tij dhe përdorimin efektiv të mekanizmave institucional që lejon kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit. Gjithashtu edhe se çfarë jemi duke bërë konkretisht për programimin dhe strukturimin e punës sonë, por edhe për bashkëpunimin dhe raportet me komisionet e tjera të kuvendit, si dhe me shoqërinë civile, grupet e interesit dhe ekspertët e fushës. Në çdo demokraci funksionale, cilësia e qeverisjes nuk matet vetëm nga aftësia për të miratuar ligje, por dhe nga aftësia për të garantuar zbatimin e tyre, llogaridhënien institucionale dhe mbrojtjen e interesit publik. Mbikëqyrja parlamentare nuk duhet të jetë një instrument formal dhe as duhet të shndrohet në një mekanizëm përballje institucionale dhe ca më keq politike. Ajo është një funksion kushtetues themelor i kuvendit, i lidhur drejt për drejt me parimin e balancës dhe kontrollit ndërmjet pushteteve, me llogaridhënien publike, me transparencën institucionale dhe me vetë funksionimin e shtetit të së drejtës. Është e vërtetë ajo që tha zoti Seamini. Kuvendi ka ushtruar funksionin e tij mbikëqyrëse ndër vite, por pa që vërtet është sa shpesh ky proces ka qenë fragmentar, jo i koordinuar dhe pa ndjekje të qëndrueshme të rekomandimeve parlamentare. Edhe peticionet apo nismat qytetare nuk kanë prodhuar gjithmonë ndikimin e pritshëm dhe nuk kanë pasur në funksion të tyre një komision të përhershëm parlamentar. Është fakt që në këto aspekte ne ende nuk kemi arritur të krijojmë një eksperiencë dhe rekorde të qëndrueshme pozitive. Pikrisht, si përgjigje ndaj kësaj nevoje reale u krijua ky komision, por dhe si reflektim i rekomandimeve të Bashkimit Evropian, dhe si një detyrim dhe i piketave të ndërmjetme dhe tashmë ato përmbyllëse për pozicionin negociues të grup kapitujve themelore për forcimin e rolit mbikëqyrës të kuvendit. Natyrisht, krijimi i një strukture të re parlamentare ka sjellë debate, dhe kjo është një gjë normale në demokraci. Por fatkeqësisht, në jo pak raste kemi parë dhe spekulime apo interpretime të nxituara mbi rolin e këtij komisioni. Ndaj dua ta them shumë qartë. Kontrolli parlamentar nuk është konflikt institucional. Mbikëqyrja parlamentare nuk është ndërhyrje. Llogaridhënia nuk cënon pavarësinë institucionale. Transparenca nuk është kundërshtare e pavarësisë. Përkundrazi, këto janë parime dhe vlera thelbësore për sistemin demokratik të qeverisjes, funksionimin e demokracisë parlamentare dhe shtetin e së drejtës. Kushtetuta dhe rregulloria gjithashtu është e qartë. Komisionet parlamentare nuk kushtrojnë kompetenca ekzekutive dhe nuk ndërhyjnë në vendimarrjen e institucioneve të pavarura. Kushtetuta dhe standardet europiane na ngarkojnë me përgjegjësinë institucionale të ushtrimit të mbikëqyrjes dhe kontrollit parlamentar ndaj institucioneve publike dhe sidomos ndaj ekzekutivit. Sot pothuajse të gjitha parlamentet europiane kanë mekanizma të posaçëm për kontrollin post-legjislativ, monitorimin e politikave publike dhe bashkëpunimin e strukturuar me shoqërinë civile dhe institucionet e pavarura, dhe sa më shumë për trajtimin e peticioneve dhe nismave qytetare. Komisionet të ngjashme me ne në disa shtete europiane antare të Bashkimit Evropian janë të vetmet të fiksuara në kushtetutat e tyre. Ndërsa krijimi i komisioneve të tjera parlamentare është kompetencë e vetë parlamenteve në legjislaturat përkatëse në varësi me prioritetet e tyre. Pra ajo që po bëjmë nuk është një eksperiment shqiptar, por pjesë e një praktike të qëndrueshme parlamentare europiane. Madje në vetë procesin e integrimit europian ne përballemi çdo ditë tashmë me monitorim, vlerësim dhe mbikëqyrje nga institucionet e Bashkimit Evropian. Dhe me shumë të drejtë, sepse kontrolli institucional është pjesë e standardeve të tyre demokratike. Pyetja është se ndërsa ne e konsiderojmë si normale këtë mbikëqyrje,
Përse duhet kemi rezerva ndaj mbikëqyrjes parlamentare brenda vendit ton, kur ajo zhvillohet brenda kufive kushtetues dhe në funksion të interesit publik? Ndaj është e rëndësishme krijimi i kulturës së shëndetshme të komunikimit institucional. Ne jemi të vetëdijshëm se kontrolli parlamentar në përgjithësi dhe sidomos në rastin e institucioneve të pavarura është një nga balancat më delikate në çdo demokraci funksionale. Ne konsiderojmë të papranueshme gjatë këtij procesi komentimin e çështjeve konkrete apo çdo lloj ndikimi në vendimarrjet e tyre institucionale për të gjitha institucionet e pavarura, jo vetëm për ato të drejtësisë, gjë që do ta saksojmë edhe në rregulloren e brendshme të komisionit që do të miratojmë së shpejti. Parlamenti ka detyrë kushtetuese të mbikëqyrë institucionet publike, përfshirë dhe ato të drejtësisë sigurisht, por brenda kornizës kushtetuese dhe duke konsideruar të shenjtë pavarësinë e tyre vendimarrëse dhe institucionale. Natyrisht, ne kemi vetdijen se ndërtimi një kulture më moderne të mbikëqyrjes parlamentare kërkon kohë, bashkëpunim dhe vullnet politik. Ajo kërkon gjithashtu dialog gjithëpërfshirës, ekspertizë profesionale, transparencë dhe bashkëpunim të qëndrueshëm me shoqërinë civile, grupet e interesit, ekspertët, median dhe sidomos me institucionet e pavarura. Pikërisht për këtë arsye, kjo tryezë nuk është thjesht një aktivitet prezantues, por një ftesë për partneritet dhe bashkëpunim. Duke ju falënderuar të gjithëve për prezencën tuaj në këtë tryezë pune, ne mirëpresim kontributet tuaja. Se si mund ta bëjmë më mirë punën tonë, se si ta përmbushim më së miri këtë sfidë të vështirë, por të domosdoshme. E mbi të gjitha vlerësojmë shumë bashkëpunimin në këto fusha me interes të përbashkët. E ndjej të nevojshme të theksoj se në këtë proces ka qenë dhe mbetet shumë e rëndësishme mbështetja e partnerëve ndërkombëtar. Ne jemi shumë falënderues projektit PACEP 2, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, për mbështetjen e vyer që është duke na dhënë në këtë rrugëtim. Gjithashtu, vlerësoj dhe mbështetjen nga qeveria hollandeze dhe qendrës për studimin e demokracisë dhe qeverisjes nëpërmjet projektit Cluster One për kontributin e çmuar në trajtimin e temave të tilla dhe kryesorja mbështetjen me analiza dhe dokumenta pune të vlefshme për reflektimin në punën tonë në këtë fushë. Në mbyllje dua të theksoj se forcimi i mbikëqyrjes parlamentare lidhet drejt për drejt me curin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Në dokumentat kryesore të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, përfshirë dhe raportin e fundit të IBAR-it, theksohet nevoja për më shumë transparencë, kontroll parlamentar efektiv dhe konsultim publik. Me angazhimin ton, përmes këtij komisioni, ne synojmë të japim një kontribut real në përballimin e këtyre sfidave. Mirpresim monitorimin, bashkëpunimin dhe kontributin tuaj. Ju falemnderit.